Nador dhe Klodi, mirë se erdhët në emision. Përshëndetje, mirë se u gjetëm i lirë. Faleminderit, mirë se gjetëm i lirë. Siç patëm rënd dakord, temën e bisedës së sotme do ta përqendrojmë te ligji i sapo miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë mbi barazinë gjinore. Një ligj famkeq dhe turp kombëtar e kanë cilësuar kritikët, kurse sipas autorëve dhe atyre që e miratuan, një ligj që respekton të drejtat e grupeve të viktimizuara. Meqense ne shqiptarët e Kanadas e kemi luksin në thojza të jetojmë në një vend ku eksperimenti i më shumë se 2 gjinive ka vite që është zbatuar, do të desha si fillim nga Klodi të na bëj një panoramë të shpejt, 2-3 minutëshe, të bazës ligjore kanadeze mbi gjinit. Kur kanë hyrë ato në fuqi? Okej, faleminderit i lirë. Atëherë, struktura ligjore në lidhje me çështjen e gjinive në Kanada është e bazuar mbi tre nivele. Së pari, Karta e Drejtave të Njeriut, që është që 82-shit, e cila përcakton grupet e ndryshme për të mos diskriminuar dhe në fakt orientimi seksual apo poligjinit nuk janë pjesë apo teorive të ndryshme gjinore nuk janë pjesë e Kartës së 82-shit. Ajo që ndodhi më pas është që Gjykata e Lartë kanadeze rreth viteve 2000 interpretoi këtë kartë me atë sistemin që quhet reading in, pra lexoi tek ajo kartë edhe arsye të tjera për mos diskriminimin që përfshinte diskriminimin për shkaqe gjinore apo për shkaqe të orientimit seksual. Në fakt, që pas atij vendimit të gjykatës së lartë kanadeze, Parlamenti i Kanadas miratoi edhe një ligj federal, që është ligji për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, e cila dhe ajo përcakton në radhë të parë që kur u miratuan nuk e përcakton se kategori të veçantë, le të themi, shfaqjen e gjinive në mënyrë subjektive pavarësisht binaritetit të lindjes, por në vitin 2017 Kanadaja bëri disa ndryshime dhe përfshiu në fakt edhe këtë shfaqjen subjektive të gjinive. Dhe sot që flasim, për shembull, Kanadaja e ka këtë strukturë ligjore, Karta e të Drejtave, Karta Kushtetuese, Karta Federale dhe ligji provincial, ligji çdo province të veçantë në lidhje me respektimin e drejtave. Por ndryshimi është që gjitha këto struktura ligjore, duke nisur që nga i kushtetues federal apo në nivel province, në fakt nuk kanë si synim të promovojnë një gjinit caktuar apo një, le të themi, teori të caktuar mbi gjinit. Synimi është mos diskriminimi mbi këto grounds, pra mbi këto baza. Dhe te kjo pjesë, pavarësisht se Kanadaja konsiderohet si një nga vendet që të pakta vende në fakt që e kanë vendosur këtë, sepse siç do të prekim më mbrapa vendet Bashkimit Evropian, shumica e tyre nuk e kanë, Shtetet e Bashkuara, po kthehet te binariteti vetëm para disa ditësh, para disa ditësh Gjykata e Lartë e tha këtë. Kështu që te kjo pjesë, pavarësisht se edhe Kanada e konsiderohet si një nga vendet pararoj në këtë drejtim, në fakt ligji shqiptar që u miratua, cilët besoj do ta prekim pak më mbrapa, është më shumë agresiv dhe situata në Kanada në lidhje me këtë gjë është më pak agresive, që do të thotë nuk kërkohet në Kanada me detyrim, ku diun, të promovohet ideologjia gender apo ideologjia e poligjinive. Kështu që prandaj do ta prekja dhe në praktik kjo ndodh edhe ndodh më shumë se në çdo vend tjetër të botës. Në praktik edhe këtu për shembull dihet që ka ndodhur, por po flasim ligji si strukturë ka synim mos diskriminimin mbi këto grounds, nuk ka si synim promovimin e një ideologjie të caktuar që në fakt në ligjin shqiptar kjo bëhet. Qartë. Falenderoj shumë për këtë përgjigje të shtjelluar. Tani desha të pyes Nadorin si qytetar, si prind Nador, kjo që sapo shpjegoi Klodi, si reflektohet në jetën e përditshme dhe në mënyrë të veçantë në sistemin arsimor kanadez? Ose çfarë ndodh për shembull në zyrat e gjendjes civile? A ka ndryshime në emërtimin e një certifikate, qoftë kjo lindje apo vdekje? Çfarë diti për këtë të na thuash? E para faleminderit shumë dhe faleminderit e Klodit për atë pasqyrë të mrekullueshme ligjore që i bëri çështjes. Unë do flas më tepër si senador, si prind, si familjar, si qytetar i këtij vendi. Ajo që më them lirë që pasojat që kjo panoramë që bëri Klodi, nga thjesht
një tentativë për të mos diskriminuar tek një promovim agresiv ideologjik kanë sjell pasoja shumë të mëdha për këtë vend. Për shembull, sot që flasim i lirë, edhe me që nesër është dita përkujtimore e dëshmorëve, unë sot e kam shkuar në 4-5 vende për të kërkuar këtë lulkuqe këtu për të nderuar dëshmorët tanë, të cilët dhanë jetën e tyre për këtë liri që ata njerëz sot po mundohen të na marrin nëpërmjet imponimit ideologjik. Atje shifshe e nëpër kafe flamure të kotësisë që festojnë asgjën dhe nuk gjen dot një lulkuqe për veteranët. Pra, është spostuar vëmendja nga gjërat me taban dhe me thelb tek gjërat që janë krejtësisht subjektive dhe të promovuese të konfuzionit të përgjithshëm, pra gjëra që nuk dihet se çfarë janë realisht, gjëra abstrakte. Ka patur pasoja tek pasaportat. Pra kemi atë gjinin X që e vendos që nuk i as burr, as grua, s'dihet çfarë je, quhet X ajo. Ka patur unë e kam punuar tek patentat 14 vjet liri dhe unë kam qenë pjesë e implementimit e atë kohë kur ne kishim një problem të madh sepse ishte sistemi krijuar për dy gjini. Pra për burr edhe për grua, ndërkohë që ne u detyruam të bëjmë konfigurimet e sistemit të viteve 80 për të futur këtë gjinin X. Pra këtë gjinin e asgjës realisht. Ka patur shumë probleme. Kemi një problem që është edhe më madhor se gjitha këto. Sot në provincën e Antarës, ndjenin tim e Kloti e të më korrigjoj nëse jam gabim, sot kur fëmia lind, prindi mundet të regjistrojë gjinin si X. Pra, a ka gjunaf më të madh se mund t'i bëhet fëmijës kur ti lind edhe ke një bekim të madh? Pra ata që besojmë bekim nga Zoti, pra ata tjerë që nuk besojmë bekim nga natyra, nga jeta. Dhe ti mohosh fëmijës atë që e shef me sytë tua. Ti e merr vesh është fëmia, është vajzë apo është djalë, që parë se të lindi fëmia. Imagjino kur fëmia lind dhe ti shkoni vendos një X atje, pra e bën një diçka, pra i ul mrekullisë peshën që ka. Pasojat e mëdha edhe në shkollë, pasojat e mëdha në kurrikulën për fëmijët, kemi atë seksualizimin e fëmijëve që fillon nga klasa e 4 dhe vazhdon deri në klasën 8 ku aty futen edhe ky konfuzion i gjinive. Pra thelbi i kësaj është që ligjet e tilla të reinterpretuara në favor të imponimit ideologjik thjesht prodhojnë konfuzion shoqëror dhe nuk i shërbejnë natyrës për cilën ata që ne i quajmë sot baballar kombi i kanë shkruar qindra vjet më parë. Faleminderit Nador. Klodi, para disa ditësh në shtypin shqiptar gjeta një shkrim tuaj. Ai i referoi ligjit të sapo miratuar si projekt ligj. Kam përshtypjen që duhet jetë shkruar disa ditë përpara miratimit. Unë e shpërndava edhe në faqen tonë pasqyrës shqiptare dhe aty ju i bëni këtij projekt ligji që quanit ju, por faktikisht është ligj tashmë, një analizë kritike. Në mënyrë të përmbledhur ju aty shpjegoni se si e cënon ky ligj kushtetutën, pse bie ndesh me direktivat e Bashkimit Evropian dhe cilat janë mospërputhjet me rendin ligjor shqiptar aktual. Mund të na e shtjellosh në mënyrë të përmbledhur edhe për teleshikuesit e pasqyrës shqiptare atë që ke hedhur në letër? Po, faleminderit. Në fakt, ai shkrim është bërë disa ditë përpara se Parlamenti Shqiptar të miratonte projektin, i cili tashmë, siç ju e thatë, është miratuar, ende nuk ka hyrë në fuqi, sepse procedura është e tillë që faza e parë pas miratimit duhet të dekretohet, 20 ditë kohë ka Presidenti i Republikës dhe pastaj brenda 15 ditëve nga momenti që Presidenti e shpall, atëherë duhet edhe të botohet fleturë zyrtare dhe që nga ajo ditë do të quhet i hyrë në fuqi. Që mendohet nëse do të ecë siç ecën, besoj deri nga fundi nëndorit duhet të hyrë në fuqi. Por, ku janë problemet e këtij ligji? Së pari, problemi kryesor është mospërputhja e tij me Kushtetutën e Republikës. Kushtetuta shqiptare përcakton një radhë arsyesh se pse mund të mos diskriminohesh dhe në fakt Kushtetuta shqiptare nuk ka të përcaktuar, le të themi, gjinit subjektive si elementi mos diskriminimit, por përcakton arsyet gjinore natyrore për si arsye mos diskriminimi. Pra arsyeja kryesore sipas asaj që unë kam analizuar tek ajo është mospërputhja me Kushtetutën edhe një dimension tjetër që ka të bëjë me lirinë e shprehjes. Sipas ligjit që u miratua, sot në media nuk mund të lejohet më sepse do konsiderohesh sikur ke diskriminuar nëse do të thuash që gjinit janë dy, janë ato që ka krijuar Zoti dhe nuk mund të ketë gjinit të tjera, të konsiderohet diskriminim dhe
dhe mundet që të merren masa administrative. Subjekt i ligjit. Pikërisht, mund të merren masa administrative dhe civile. Pra cënon lirinë e medias, lirinë e shprehjes. Një parim tjetër që cënon është liria e besimit. Çdo ti thuash dikujt i cili në librin e vet të shenjtë, qoftë Bibla, Kurani apo çdo libër i shenjtë që mendon, ku sipas njerit 24 të kushtetutës garantohet liria e besimit, duke e shprehur individualisht dhe kolektivisht me anë të gjithë instrumentave që kërkon dhe që njeh kushtetuta, si do t'i thuash? Që pavarësisht se ajetet e Kuranit apo verset e Biblës përcaktojnë gjininë natyrore femër mashkull, që nëse ti flet, lexon këtë, promovon këtë, je duke cënuar ligjin e sirjedhim, qofsh imam, qofsh prift, apo ku diun pastor, të duhet kalosh pastaj nga sitat e ligjit shqiptar duke u kallëzuar administrativisht apo civilisht, është pikërisht tamam censurë e fjalës dhe pamundësi për të shprehur bindjet fetare. Sidomos Shqipëria që vjen nga një sistem ateisto-komunist nga më të ashprit që ka parë historia botërore me Kushtetutën e 76-s, ai ligj mua më kujton Kushtetutën e 76, e cila vendoste vetëm një ideologji zyrtare të shtetit, që ishte ideologjia ateisto-komuniste e Shqipërisë. Dhe ky lloj ligj sjell pikërisht një tjetër ideologji si të detyrueshme. Një arsye tjetër pse shkelet kushtetuta është në kuadër të së drejtës së fëmijëve për të mësuar në mënyrë jo ideologjike por shkencore të vërtetat, dhe të prindërve për të mësuar fëmijëve detyrat që duan ata. Në fakt me këtë ligj detyrohen shkollat që të pranojnë instruktorët e ideologjisë që të vinë dhe t'i thonë atyre që gjinit nuk janë dy, përkundrazi janë fluide, janë të ndryshueshme, janë subjektive, dhe sot mund të kesh lindur ashtu, nesër mund të ndryshosh, ku diun, 70 plus gjini. Një arsye tjetër pse bie ndesh përveç kushtetutës bie ndesh dhe me direktivat e Bashkimit Evropian, siç edhe përmendet. Bashkimi Evropian ka dy struktura. Ka strukturën e vet, le të themi federale, në kuptimin që detyron edhe shtetet që të mbajnë, le të themi, qëndrim të caktuar, dhe ka shtetet të veçanta që kanë legjislacion e vet. Çështja e poligjinive apo ideologjisë jemi duke folur nuk është çështje e Bashkimit Evropian. Gjykata e drejtësisë Bashkimit Evropian ka qenë më i qartë se kur, duke thonë ne nuk detyrojmë asnjëherë shtetet veçanta të mbajnë një qëndrim duke caktuar poligjinit, por është e drejta e vetë shteteve që në legjislacionin e vet të zgjidhin këtë çështje. Dhe në fakt, vendet e Bashkimit Evropian e kanë zgjidhur këtë, 21 vendet Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur këtë që Shqipëria bëri, në fakt. Dhe më kujtohet një vendim më i fundit është vendimi i gjykatës kushtetuese franceze. Këshillit kushtetues francez, i cili tha bien kundërshtim me gjithë strukturën ligjore franceze e njohje e gjinive më shumë se sa atyre natyrore. Që dihet se çfarë lloj shteti sekular është Franca, dhe Franca ka mbajtur pikërisht këtë qëndrim. Dhe si thash 21 vende të tjera të Bashkimit Evropian. Kroacia në rastin e kushtetutës. Madje ke shumë të drejtë, Kroacia, Polonia, Hungaria bën edhe lëvizje kushtetuese duke vendosur në kushtetut që çfarë është martesa edhe njohjen e sistemit binar të gjinive natyrore. Gjithashtu bie ndesh dhe me sistemin dhe strukturën e vet Shqipërisë, kodi familjes përcakton që është martesa në 97, lidhja e burrit dhe gruas. Apo kodi civil, apo kodi administrativ, kodet e procedurave, njohin binaritetin. Nëse do të futesh me një ligj i cili është më poshtë në strukturën, pra kemi kushtetutën, akte ndërkombëtare, kodet, me një ligj i cili është ligj i thjeshtë, i cili do të përmbys gjithë strukturën ligjore në Shqipëri, sigurisht që është problematike, sepse bie ndesh me gjitha këto që thash, dhe këto ishin disa nga arsyet sepse ky ligj bie ndesh me gjithë infrastrukturën ligjore shqiptare. Të falenderoj shumë, një shpjegim shumë i qartë edhe shumë i përmbledhur. Besoj edhe nëpërmjet grafikave që vendosëm her pas here gjatë kohës që ju flisit, teleshikuesit ta kenë më të qartë opinionin tuaj prej eksperti lidhur me këtë çështje. Tani radhën e ka përsëri Nadori, të cilin do doja ta pyesja si një shqiptar, si një bashkombas i lindur dhe rritur në Shqipëri, por edhe besimtar, praktikant musliman. Çfarë të shqetëson ty Nador te ky ligj në këtë këndvështrim? Jo më tashmë si prind, por si një shqiptar musliman të themi.
Po, e para lirë do të them që unë kur dëgjon Klodin e të shpjegoj nga ana e ligjore këtë është jashtëzakonisht është të hap syt. Pra ne me fat që kemi ndoshta konstitucionalistin më të mirë në hapësirën pan-shqiptare kemi pjesë komunitetit tonë. Jemi të dy besimtar, krenar e besimtar musliman, jemi të dy pjesë të diasporës që lirë. Jemi të dy të përkushtuar që ky ligj imponues të mos shkoj aty ku synohet nga ata që e kanë iniciuar këtë ligj. Pra, si baba, si besimtar, si shqiptar, unë konstatoj me bindjen më të madhe që ky ligj shkon kundër traditave tona zakonore, shkon kundër moralit ton të përgjithshëm shoqëror, shkon kundër traditës tonë si shqiptar, kundër bindjeve tona, kundër realitetit ton në terren. Pra, e di se më duk lirë sikur ti shkosh e ti thuash një vendi për shkak që nuk ka dalje në det, pra po themun Nepalin, kot po marrë vend, ti thuash do miratoni një ligj për menaxhimin e plazheve. E keni detyruar këtë. Pra kjo është ajo që më ka shkuar në mend kur kam parë këtë ligj. Pra ky ligj nuk përputhet kërkund me realitetin tonë në Shqipëri, sepse ka sondazhe që 97% e shqiptarëve nuk e duan këtë lloj konfuzioni, këtë lloj ndryshimi. Ne kemi koda të tjera morale. Ky ligj më shqetëson sepse e para do prodhoi një kaos ligjor që e përshoi Klodi. E dyta do prodhoi një kaos në kurrikulat e shkollave ku prindrit do gjejnë veten në disproporcion me ato që duan ti mësojnë fëmijës dhe me ato që fëmijës i mësohet në shkollë apo që i imponohet në shkollë nga ideologjia. Historia njerëzore lire ka treguar që vendet mbarvajtjen e gjejnë kur kodifikojnë realitetin e jetuar në ligj, jo në asjelltas. Jo të krijosh ligj të imponuar nga pakica për të ndryshuar realitetin e që kanë terren. Kjo nuk ndodh. Nuk mund ndodhet sepse kjo është flak kashte. Çdo ideologji e gënjeshtër nuk ekziston testit kohës. Dhe kjo ideologji ka për të hik, sepse është e gënjeshtër. Prandaj unë do marrim me vete shumë viktima, shumë të rinj, fëmijë do të rekrutohen pa dashur, do të kontrollohet mendja që fëmijë që në për shkolla në mungesë të pranisë së prindit një person i autorizuar me pushtet, siç është mësuesi apo instruktori, ai do kthehet në një rekrutues, do kthehet në një manipulator të mendjes. Edhe ai krahasimi me plazhet sado i bukur të jetë, unë do t'i shtoja edhe një klauzol tjetër që ti plazhet edhe mund t'i krijosh, mund të ndërtosh liçene artificiale edhe në Nepal. Kështu që çështja është që ky nuk do krijojë vetëm konfuzion, mendoj unë, por do krijojë rekrut, do rekrutoj fëmijë të pafajshëm. Absolutisht po. Më le të jap dy shembuj që ilustrojnë, shive të jap dy shembuj çfarë ka ndodhur pa miratuar ligji i lirë. Shif çfarë ndodhi. Një rast ishte me liderin e opozitës në parlament, i cili tha disa gjëra ambasadorit të BE-s me atë lloj tonaliteti që është politika shqiptare. Unë jam dakord me atë, por faktikisht ajo që i tha nuk ishte as sulm, as diskriminim. Tha që ti zotëri ambasador, në efekt të vetë, pra preferencat tua seksuale, pa ti rëkuar njëri, ne i vetë ofrove në publik, dhe ne po të themi që këto gjëra nuk mund të imponohen ne me ligj, thjesht sepse e thoni ju. Pra këtu nuk ka asgjë as ofenduese, as diskriminuese, se BE-ja nuk ka një ligj të tillë. Pra nuk ka direktiva të BE-s për këtë. Kjo është interpretuar si sulm, interpretuar si cënim. U vundë epitetesh për këtë gjë, pa miratuar akoma ligji. Pse? Sepse fryma e atij ligji këtë prodhon. Pra, na ndan në ne dhe ata. E ndan shoqërinë. Pra kjo pjell ndasi. Tjetra që mund ka ardhur jashtëzakonisht keq edhe për këtë jam ndier shumë keq, ka qenë disa bashkëdhetar në Shqipëri apo këtu, nuk e di, kanë sjell shembullin e burrneshave shqiptare për të justifikuar edhe për të thënë që ky ligj ja thon. Shive burrneshat ndruan gjinin dhe bën. Nuk ka ofendim më të rënd që i bëhet burrneshave shqiptare se sa ti identifikosh me një paçavure ideologjike të imponuar, të ardhur nga jashtë, nga agjendat globaliste si kjo. Mos i ofendoni burrneshat shqiptare se sa ka askush borxh. Ata nuk kanë ndruar gjini, ata janë përshtatur një realiteti zakonor shqiptar për të mbushur një boshllëk të shoqërisë kohës, pra mungesën e burrave, sepse i tillë është realiteti shqiptar i kohës dhe ata u përshtatën me vetmohim. Me vetmohim. Po ishte ama një përshtatje për arsye të kohës dhe jo ndrim gjinie. Mos i bëni tilla gabime, edhe ka dhe autor që i kanë studiuar ata, i bëj thirrje dalin të flasin, të mos lejohet që burrneshat tona të futen në këtë lloj kanete. Klodi,
Gjë e parë që më shkon në mendje është se si mund të sfidohet në rrugë ligjore ky ligj. Kjo është hapësira. Kjo është pyetja në fakt tani që ligji le të themi u miratua, që është një nga fazat e procedurës se si hyn në fuqi një ligj. Faza e radhës është, siç fillova pak të shpjegoj pak më parë, është faza ku Presidenti i Republikës ka 20 ditë kohë të dekretojë ligjin, dhe faza e tretë është hyrja në fuqi, botimi fletore zyrtare dhe hyrja në fuqi. Tani, gjë e parë që mund të bëhet dhe me sa shikoj dhe në media, NGO-t të cilët morën përsipër të gjë, komunitetet fetare, do t'i drejtojnë Presidentit të Republikës, ma merr mendje që presidenti të mos ta dekretojë këtë ligj. Dhe presidenti e ka këtë kompetencë kushtetuese që të mos ta dekretojë këtë ligj dhe ta kthejë për rishqyrtim. Nuk e dim çfarë do bëj presidenti, por besoj që shoqëria civile do drejtohet presidentit për ta kthyer ligjin. Nëse presidenti e kthen, atëherë kuvendi duhet ta marrë në shqyrtim ligjin, duke para ato pjesët që mendohet që janë në kundërshtim me kushtetutën dhe me të drejtën e Bashkimit Evropian. Nëse presidenti nuk do ta bëjë këtë, pra ose do ta dekretojë, ose do ta lëjë që të kalojë 20 ditë, që kushtetuta thotë nëse e lë të kalojë 20 ditë, hyn në fuqi automatikisht, pra duhet të botohet edhe pasaj të hynë në fuqi, atëre ligji hyn në fuqi ligjërisht. Kush është instrumenti i dytë i radhës i mundshëm? Instrumenti i dytë i radhës është të çohet në gjykatë kushtetuese. NGO-t të cilët e kanë kundërshtuar, mbi 97% shqiptarëve që thotë na dori me të drejtë që janë kundër, mund të mblidhen dhe krijojnë një strukturë dhe t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese për ta shpallur antikushtetues këtë ligj pikërisht në ato grounds, në ato pika, në ato elemente të cilët unë përmenda që lidhen me kushtetutën, me aktet ndërkombëtare dhe me gjithë strukturën ligjore në Shqipëri. Kjo do të ishte rruga numër 2. Rruga numër 3 do të ishte që t'i drejtohen shqiptarëve me atë që njihet si referendum shfuqizues. Edhe ky është i mundur. Në 155 i Kushtetutës lejon që nëse mblidhen 50.000 firma ose 28 deputet, kanë të drejtë iniciojnë në Shqipëri një referendum shfuqizues të një ligji që ka hyrë në fuqi, po për këtë duhet të votojnë shumica e shqiptarëve si votues dhe pastaj shumica atyre që votojnë të jenë në favor të shfuqizimit. Në Shqipëri ka patur një problem demokracie drejt për drejt, sepse siç ju e dini, nuk ka patur referendume as për të miratuar një ligj, as për të shfuqizuar një ligj, që nga referendumi i hyrjes në fuqi të 98-s i Kushtetutës, 94-s, po që u rrëzua dhe 98-ën në fakt u bë në parlament. Kështu që Shqipëria te kjo pjesë nuk ka një praktik të mirënjohur, por që kjo do të ishte rruga, pra inicimi një procedure për shfuqizimin e ligjit, apo atë që bëri Kroacia, që tha me të drejtë na dori, apo që ka bërë Polonia, Hungaria, vendet e rajonit, që çfarë kanë bërë? Kanë iniciuar një referendum për të ndryshuar kushtetutën te pjesa, duke përcaktuar në kushtetut kush janë gjinit natyrore dhe kush është martesa, lidhja e burrit me gruan. Kështu që kështu e ka bërë për shembull, dhe kjo hedh në kosh të gjithë atë që u thanë në Shqipëri që e kërkon Evropa. Kroacia ishte vendi i Bashkimit Evropian dhe inicioi këtë referendum dhe tha askush nuk mundet që të vi të më thotë mua as nga Evropa dhe as nga vetë se kush është popullit kroat, se kush është martesa dhe kush janë gjinit. Dhe vendosin në kushtetut dhe këte kanë bërë disa shtete. Kështu që kjo mund të ishte dhe rruga që mund të merrte Shqipëria në këtë drejtim. Pra instrumentat juridike janë aty dhe mund të kërkohet dhe gjykatës kushtetuese menjëherë në fakt pezullimi i hyrjes në fuqi të ligjit derisa të shkoqitet e gjitha kjo gjë. Pra janë instrumenta dhe unë dua të besoj që shoqëria shqiptare do t'i përdori këto instrumenta ligjore si një shoqëri demokratike që në fakt duhet të tregojë veten edhe në këtë rast. Sa i takon instrumentit të referendumit, këtu do doja të sillja opinionin e avokatit Aldin Goxhaj. Ai thotë që është praktikisht e pamundur sepse me largimin masiv të shqiptarëve prej vendit, numri i votuesve të regjistruar është shumë i madh, ndërkohë që banor votues fizik real në Shqipëri janë të pakët edhe nuk do të arrijej dot kurrë. Ky është problemi pra që diaspora nuk voton. 50% plus 1, po. Është problemi që diaspora nuk voton ose i falsifikohet, i vidhet vota. Nuk voton dot për këtë, sipas kodit zgjedhor voton vetëm për zgjedhjet përgjithshme dhe nuk e ka për referendumet, kështu që ky me të vërtetë është problem, domethënë që ndoshta duhet të plotësohet në fakt ligji edhe i referendumet e kjo pjesë, pra është problemi i sistemit ligjor. Po është i drejtë kjo lloj vërejtje që ju thatë.
Domethënë është një vështirësi praktike e gjës. E bër ka stile për të ruajtur status quo në çdo gjë në Shqipëri, klasa politike, për të ruajtur vetveten në fund ditës, që sot ne vojmë pasojën edhe me këtë ligj që ne imponuan tuaj fatikisht. Nador, si pjesë e organizatës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, ju keni ndërmend të merrni ndonjë hap? Dgjoj, Diaspora për Shqipërinë e Lirë është një organizatë shumë kozmopolitane. Ne morëm një vendim kryesie me votim, siç bëjmë për çdo vendim të rëndësishëm, me një mazhorancë gati absolute, vetëm me vot kundër, këtë ligj e për ta kundërshtuar. Për sa i përket hapave të tjera që Diaspora për Shqipërinë do ndërmarrë, do jenë të rakorduara me të gjithë grupet interese në Shqipëri. Pra neve këtë javë që vjen e bashkë me Klod, ne jemi shumë aktiv të dy personalisht për këtë çështje. Dhe unë e them me krenari që ata që ta shoqëruhet progresist të bëhen gati për betejë. Ne kemi zero ndërmend për të lënë këtë punë masdore, sepse kjo është ardhmja e fimet tonë. Pra ne me DPSH-n, me të tjerët, me organizatat do ndërmarrim atë hap ligjor apo ato hap ligjore që janë më të logjikshme brenda ekosistemit ligjor që kemi në Shqipëri. Klodi i përshkruaj. Edhe diçka do të them lirë, ndoshta edhe për ta mbyllur pjesën time. Ka i vërtet madhe në këtë punë. Edhe vërteta është që sot që flasim ne, në qoftë se këto grupime thonë që unë nuk besoj që ka vetëm burrë dhe grua, besoj që ka gjëra të ndërmjetme, ka ngjyrimet të shumëllojshme, ka gjini subjektive të tjerë, këta si prek as si ligj. Me ligjin që këta duan atë na imponojmë ne. Në momentin që ky hyn në fuqi, të dalon dhe të them që ka vetëm burrë dhe grua dhe asgjë tjetër, u bëm subjekt i ligjit. Pra këta mund të marrin hoxhën, mund të marrin priftin, dhe t'i kapin nga Veladoni e t'i çojnë në burg si në 67-ën. Pse ata thjesht thon fjalën që ata besojnë. Kemi politikan në Kanada para 2 javësh i lirë, kërkojnë në media që filluan të kritikojnë vargjet e Biblës, duke na thënë që ato janë vargje urrëtie, vargje diskriminuese. Pra, shikoni efektet që prodhojnë imponimet ideologjike në çdo shoqëri. Sa po ka filluar në Shqipëri, në qoftë se ne nuk ndërhyjm, kjo punë do bëhet shumë keq për të gjithë familjet shqiptare e për të gjithë ne si kom, si shqiptar, me zakonet, me traditat tona që kemi, mira veçare dhe që jemi aq krenar që i ndjekim dhe sot. Unë do ta çoja pak diskutimin edhe më larg përpara se ta mbyllim, meqense kryeministri i Shqipërisë është mik i ngushtë i Alex Sorosit, i njeriu të përgjegjës për bashkë me babain e tij sigurisht, përgjegjës për reformën drejtësi, përgjegjës për përfshirje në politikë të gjithë drejtuesve të lartë ose punojësve të ndryshëm të fondacionit Soros në Shqipëri. Dhe meqense ky fondacion duket që është mbështetësi kryesor i ligjeve të kësaj natyre. Madje do t'ju kujtoja se në marsin e 2020-s, kur sapo u shpall pandemia, në një nga websajtet më të rëndësishme të këtij fondacioni, u botua një artikull me titullin "A është koha për ta nxjerrë familjen jashtë ligjit?" Tani, unë do desha domethënë bëja një pyetje të drejtë për drejtë për Klodin. E shikoni ju këtë hap që u hodh para disa ditësh në Kuvendin e Shqipërisë si paradhoma e një shkatrimi final të familjes nëpërmjet nxjerrjes jashtë ligji? Nuk po flasim sot për sot, flasim për perspektivën e mesme, afatmesme dhe afatgjatë. E kuptoj. Në fakt fillimi apo miratimi i një ligji të tillë është në fakt fillimi i një cikloni të tillë ndaj qelizës, shoqërisë, familjes apo edhe drejtës besimit që me të drejtë na dori tha. Domethënë mos na vi çudi që pasoja menjëhershme është njerëz të cilët do mendojnë që pavarësisht se biologjikisht janë të lindur si mashkull për shembull ose femër dhe është regjistruar në gjendje civile, do të shkojë në gjendje civile do thotë të lutem më regjistro nëse ka qenë femër si mashkull dhe që nga ky moment më marto me atë që pavarësisht se ti e ke si gjini të ndryshme thotë. Pra, në çdo moment mund të shkoj para institucionit pasaportet dhe të thotë lutem ma ndryshoj gjinin që të them mund të ndryshosh, apo të shkoj ti thotë siç tham, siç me të drejtë na dori tha, mundet të shkoj në institucion ku predikohet besimi, duke i thënë që ti hoxha apo prift
apo imam, apo pastor, këto që thatë bien ndesh me këtë ligje si rrjedhimi do të ngrënë padicë civile, dëmshpërblimi duke kërkuar, sepse skandali shkon në pikën që ky ligj thotë që dhe prezumimi i barës së provës, pra bara i bie jo atij i cili akuzon, do më thënë, por barën e provës e ka ana tjetër, pra nëse një person i thot imamit ose pastorit, i thot që ti me këtë që që lexove nga Bibla ose nga Kurani, më fyejt e mua, sipas këtij ligji, barën nuk e ka ky që ti provoj akuzuesi, po e ka hoxha, sepse nuk e apo imami apo prifti që ti thot që do më thënë justifikoj vetëm me të që thot. Do më thënë imagjino që bie ndesh të hapur dhe me kushtetutën dhe me gjitha karta ndërkombëtare për prezumimin e pafajësisë. Pra e gjithë kjo strukturë ku të çon për të ardhur drejt për drejt e përgjigjja asaj që ju thatë. Sigurisht që ky është një ciklon i cili fillon këtu, po përfundimi vetëm Zoti e di se ku mund ta çojë. A e dini ju sot që janë ngritur, kanë filluar të ngrihen padi kundër Biblës dhe Kuranit, që të mos të lexohen dhe të mos predikohen pjesët e tyre që flasin për binaritet natyror të krijimit njeriu. Domethënë deri në atë pikë flasim. Sigurisht që garancia e lirisë besimit është liri kushtetuese dhe mbrojnë nga konventat, por atje po shkohet dhe ja ku dhe kështu fillohet pikërisht dhe ja ku kemi arritur, siç solli dhe rastin Nadori që tha që po flasim duke marr pjesë nga Bibla ose nga Kurani duke konsideruar si në kundërshtim. Për fat keq kjo mund të ndodhi dhe prandaj frika është që me atë ligj i cili është disa herë më agresiv se ligji që është në Kanada. E dini që tani sipas atij ligji 30 dhe në 50% të çdo institucioni publik, përfshir parlamentin, këshillet e ministrave, gjykatat, administrata publike, arsimi, gjithçka duhet të kenë 30 dhe në 50% të gjinive të përbërjes së tyre nga gjinit, jo vetëm nga gjinia natyrore, por nga ato që deklarohen si poligjinor apo gjinit fluide. Domethënë i bie të marrim aty klot, marrim pemë, të marrim mace, të marrim sepse çfarë kemi dëgjuar ne, sipas gjinisë fluide, po je detyruar të kesh në parlament. Ata që votuan 77 deputet nuk e dinë që në zgjedhjet e ardhshme duhet të kenë se s'bën kuota për ta. Pra s'është meritokracia më parimi, po është pikërisht këto kuota poligjinore të cilat do të cënojnë dhe stofin e shoqërisë shqiptare dhe ky është shqetësimi që ne kemi. Shqetësimi në lidhje me mos diskriminimin në Shqipëri pa diskutim që është shqetësimi çdo njërit prej nesh, askush s'mundet duhet të diskriminohet për arsye të bindjeve të vet, por nuk mundet që një ideologji në fakt ti urdhërohet në mënyrë detyruar një shoqëri e caktuar me ligj siç në fakt bën ky ligj. Dhe thash, më kujton vetëm Kushtetutën e 76, ideologjia ateisto-komuniste. Edhe diçka që shtoj klot me lejen tënde, historikisht si e kam kuptuar unë të paktën në zhvillimin e historisë njerëzore në përgjithësi lirë është që armiku më i madh që ka pas familja historikisht ka qenë konfuzioni. Konfuzioni edhe kaosi. Pra në momentin e që ti kolonizimin e familjes tradicionale, filan edhe e sulmon dhe thu që nuk është vetëm ky, ka dhe forma të tjera. Ka lloj-lloj ngjyrimesh, lloj-lloj përkufizimesh edhe të tjerë. Kjo është sulmi më i ashpër ndaj familjes. Ne që jemi besimtarë kemi histori pafund në tekstet fetare që na lajmërojnë rreth saj. Pra na thon bëni shumë kujdes tek familja, si thelbi, si baza e shoqërisë njerëzore. Dhe unë e them këtë sot këtu troç haptësi, ndoshta bashkë me Klodin, nuk e di a flas në emrin tënd apo jo, por unë nuk kam ndërmend të heq dorë nga familja dhe besimi im në familjen tradicionale. Kjo është e shenjtë për mua. Familja është vija e kuqe, fëmijët janë e vija e kuqe, të mos guxoj kush dhe të mos e mendoj kush që t'i afrohet familjes time, fëmijëve të mi apo fëmijëve të shumë atyre që besojnë si unë që nuk na qekan pak, por që kanë 97% e shqiptarëve. Kjo është thelbi. Faleminderit shumë për përgjigjet, për pjesëmarrjen dhe për angazhimin. Punë të mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit.